Futbolli po vazhdon të jetë sporti më i pëlqyer në vendin tonë. Kjo po vrehet dukshëm edhe nga fëmijët. Pasi çdo ditë më shumë po ka të interesuar të bashkohen shkollave dhe klubeve futbollistike. Por jo vetëm fëmijët, edhe prindrit janë të interesuar në këtë drejtim. Ajo që ka arrit këtë interesim është njohuria se si ndikon aktiviteti sportiv në shëndetin dhe fizikun e fëmijëve, e po ashtu sukseset që mund të arrijë në të ardhmen. Së fundi është hapur edhe një akademi e re në qytetin e Podujevës, e ku për interes kanë të zbulojnë talent të rinj. Iliria United ka grumbulluar shumë djemë të moshave të ndryshme të cilat e dashurojnë këtë sport. Trajneri Dardan Kosumi tregon se interesimi i të rinjeve në futboll ka bërë që të hapet kjo akademi e futbollit. Ai me profesion është psikolog, andaj edhe thot se nuk ka më mirë se sa të punosh me fëmijët. Jemi klub i ri, formuam tash një muaj, kemi fillu duke parë nevojën e organizimit të një klubi të ri dhe me potencial, kemi vendosur të bërë një organizim dhe një themelim të klubi. Ne kemi filluar tani me grumbullimin e fëmijëve duke filluar nga mosha 7 vjeçare dhe kemi kompletuar gati të gjitha kategoritë deri tek ekipa e seniorëve që do të fillojmë tani me gara në ligën e 3 të Kosovës. Domthonë jemi klubi më i ri tani formuar dhe quhemi Iliria United. Kjo hapje jone, kjo iniciative jone ka ardhur si rezultati i dëshirës dhe vullnetit madh fëmijëve të merren me sportin e futbollit. Dhe duke pasur parasysh që komuna jone e Podujevës është një komunë që gëzon një numër të madh popullsisë dhe njëkohësisht një numër të madh fëmijëve, po dhe dashamirë të mbledh lojës së futbollit. Dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore. Dhe duke parë këtë iniciativë dhe vullnet fëmijëve, kemi hap klubin dhe kemi një numër të madh fëmijëve të interesuar, të cilët janë gatshëm bashkohen me klubin tonë, punojnë në një rregull dhe disiplinë standardeve, mund të themi europiane, dhe mbi gjitha ky numër i madh i lojtarëve posedon në veti një talent shumë të mirë, një seriozitet dhe një edukat punës që është diçka që duhet vlerësuar dhe potencuar në opinion, pasi që është për kënaqësi. Me punu me fëmijë, ajo e para është diçka një privilegj, është kënaqësi, por duhet të ketë edhe durim, duhet të ketë edhe shumë motiv dhe durosh edhe disa elemente të cilat për ne trajnerët ose për futbollistat profesionista janë shumë të komplikuara dhe të paduruara, por mbi gjitha duke u nisur edhe nga profesioni im që jam edhe psikolog edhe trajner futbolli, kjo më bën mendoj të kem shumë durim, të kem shumë kurreshtje dhe dashamirësi ndaj fëmijëve që të ndihmoj aty në të kenë mundësi ta shfaqin më të mirën e tyre. Dhe pastaj kur vjen puna të ndeshja, ajo është diçka që është e momentit dhe duhet menaxhohet dhe duhet i jepet hapësirë gjithë futbollistëve, që është diçka primare dhe domosdoshme, dhe pastaj duke i selektuar futbollistat nga ai që ka potencial më shumë dhe ai ndoshta që ka pak më pak dhe nuk arrin të shfaq, duke i jepur mundësi gjithëve të tregojnë ato çka ata kanë dëshirë dhe për çka kanë ardhur. Anes Miftari është 13 vjeçar dhe talenti i tij është i dukshëm. Ai thotë se futbollin e ka ndjekur që kur ka qenë shumë i ri, andaj edhe nuk ka qenë e vështirë të pozicionohet në këtë drejtim. Përshëndetje, unë jam Anes Miftari, jam 13 vjeç, pasioni im është futbolli. Ushtroj që 3 vite. Pej që jam kondi vogël, kum këshyr futboll, edhe tani kom pas qef me fillu edhe ën. Lojtari im i preferuar është Van Dijk. Mas fori kam qef me lu për kombëtarin e Kosovës, tani në Europë me lu për Barcelonën. Unë çdo ditë të ushtroj, mos me pas të ushtrime dalë servitit e pishat vetë. Leoni ka të preferuar Ronaldon, u bashkua në këtë klub dhe ëndra e tij më e madhe është të luajë për kombëtarën e Kosovës. Përshëndetje, unë jam Leori, i kam 9 vjeçare, ushtroj këtu që 2 muaj. Më kam pëlqyer futbolli kur jam qenë i vogël, se kam dashur të bëj një futbollist shumë i fortë. Unë jam sulmues, më pëlqen lojtari Ronaldo, kam qef më bëj sikur Ronaldo. Ëndra ime është të luaj për Kosovën, por kam qef edhe të shkoj në Juventus. Edhe Nexhati, Roni dhe Bejtullahu gjithmonë kanë ndërruar të bëhen futbollistë të njohur.
luaj në sulm dhe të preferuar e kanë Ronaldon. Përshëndetje, jam Bejtullah Fatori, ushtrona që një muaj e gjys, kam shumë talent, edhe I kam 10 vjetë, ushtrona shumë. Përshëndetje, unë jam Abdullah, ja kam nisur me luajt në këtë stadium që 7 ditë, edhe jam ushtra shumë mire. Unë jam me gjatë këto, ushtrej që një muaj e gjys, edhe I kam 10 vjetë. Më pëlqen futbolli se kur du më rrit, du me luat që të Kosovë ato që luajnë ata, edhe unë kam qenë që është dhe unë ka pasur qef sepse kur të rritëm duhet të bëm një lima. Unë kam qef se kur e kom po Ronaldonin që du shumë një, kom i bos janë. Unë e luj sulmus, e kam qef Cristiano Ronaldo, edhe ajo sulmus. Unë kam qef me luj që unë jem sulmus, po edhe që është Ronaldo sulmus, dhe kam qef më po si Cristiano Ronaldo. Dhe unë jam si sulmus dhe kam qef se jam si Ronaldo. Unë kur të rritëm dhe të bëm se dhe të luaj për Realin dhe të tre për Tarën. Andra jam është për me bu futbollist, për me luaj për Kosovë. Andra jam është për me luaj, kam qef më bu në futbollist, kur Ronaldo është, kam qef më kam Juventus, me luaj për Juventusin. Ne takuam edhe disa talent të tjerë të cilat kanë ëndra të mëdha në këtë drejtim. Madje ata po punojnë shumë për të arritur në të ardhmen. Tash jemi me një tjetër grup, I kemi këtu 4 djemë, që ëndrojnë që të bëhen futbollistë shumë të njohur në të ardhmen. Sigurisht e nisim për ideje me unë njoftu, më tregon se për emrin, sa vjetje, që të pëlqen futbolli. Emrin Aldones, bia më Gërome, 11 vjetë. Futbolli më pëlqen se është një lojë e mirë dhe argëtuese. Unë jam Lidi Joha, unë preferoj futbollin sepse është lojë argëtuese. Po. Ti? Unë qërë Linda Joha, kam 12 vjetë. Sporti futbollit më pëlqen sepse është një sport I bukur dhe argëtues. Unë jam Diara Mëriti, mua më pëlqen futbolli sepse është një lojë argëtuese. A po më tregoni se sa vite ushtroni futboll dhe kush ju ka inspiruar, cilët kanë qenë lojtarët e juaj të preferuar? Tu ushtreqen I buj, edhe 3 vjet ata ushtru një ekip tjetër. Lojtarët bashkëmarru këtu Ronaldo, Kipër, Rashica, jashtë vendit Ronaldo. Unë luaj në pozicion mes fushurën qendër, edhe është viti I parë që ushtroj. Lojtari jam I preferuar në pozicionin është Rashica, ndërsa ai është Mohamed Salah. Djarë? Unë kam nisur që një muj dhe lojtari I preferuar imi është Rashica, jashtë është Lionel Messi.